Kjo nuk është një reformë e mirë fill territoriale, ne kemi kërkuar për mos pse nuk funksionoi reforma territoriale vitit 2014, cilat janë shkaqet pse kjo reformë nuk ishte. Ne mendojmë që Maliqi është qeverisur prej kohë të gjatë, shumë keq, dhe tashmë ne i dim defekte dhe nëse ne sot kategorizohemi si bashki që nuk plotson efektet ekonomike dhe për këtë arsye duhet shkrirë, me performancë të ulët, ne fajsojmë udhëheqjen 27 vjeçare tashmë në mandatin e tij të fundit, të kryetarit aktual apo të forcës qeverisë. Po, të zotit Topçiu. Tani ka një... Jo, nuk është vetëm se ju lutem zonjë. Nuk është vetëm se është çështja te zoti Topçiu. Sot në Këshillin Bashkiaku vërtetua një gjë. Po ja, këtë do të them, më lejo që të ngredhe unë pyetjet në mënyrë që të përgjigjesh. Se unë këtu do ndalem saktësisht. Sot, a doli hapur qëndrimi i vërtet që mban Partia Socialiste në Këshillin Bashkiak apo në Bashkinë e Maliqit, pse po e them këtë? Prej disa ditësh është bërë një lloj-lloje dhe është krijuar ideja që si kryebashkiaku, po ashtu dhe këshilltarët e majtës në Këshillin Bashkiak të Maliqit kanë qenë kundër shkrirjes së kësaj bashkie. A u vërtetua sot e kundërta? Kanë të vërtetën personalitete të majtës historike në Bashkinë e Maliqit e kanë thënë hapur qëndrimin e tyre dhe e kanë shpallur këtë si qëndrim individual, jo si përfaqësi delegimi të kompetencave që kanë ardhur nga mandati që kanë marrë. Por nuk i qëndruan kësaj sot. Dhe unë e thash dhe publikisht, nuk e di nëse e kanë transmetuar mediat. Live kemi qenë. Që nga Maliqi, sot vërtetova, siç kemi një pyll fazanësh, që rritet një shpendi rrallë dhe goxha i kultivuar aty, sot vërtetuam që Partia Socialiste vërtetoi që ka ardhur një shpend i ri në Maliq, quhet Struci. Dhe sot të majtët morën një trast me vezët e Strucit për t'ia dërguar drejtuesit politik të qarkut apo kryeparlamentarit aktual, i cili do shkojë të mburret qeverisjes qendrore për këtë mazhorancë të veten që kanë Maliq, që nuk ka më përfaqësi të komunitetit, por ka delegim. Dhe unë sot dhe të gjithë këshilltarët e opozitës apo këshilltarët që vinë se bashkë me ju, pra bashkë me ta saksojmë, bashkë me Partinë Demokratike ka qenë dhe Partia e Lirisë, kanë qenë dhe 2 deputetë, Tedi Blushi dhe Ledina Alolli, po patjetër. Po kanë qenë 2 përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë, zonja Alolli dhe zoti Blushi, i cili ka ardhur pak me vonesë, por ka qenë në një deklaratë publike, nuk ka qenë në mbledhjen e Këshillit, të cilët i falenderojmë për përkrajen, por problemi që ndron që sot mazhoranca në Maliq nuk i përkiste më Partisë Socialiste. Sot të gjithë ishim në opozitë në Bashkinë Maliq. Sot mazhoranca i përkiste qytetarëve të Maliqit që kanë shprehur vullnetin e tyre kundër kësaj reforme territoriale. Të gjitha makinacionet dhe lojat e tjera janë lojra për të shtyrë kohën, për të përfituar në afat, për të qenë të kënaqur në mbledhjen e asamblesë së forcës qeverisë, por në fakt mazhorancën aty e kanë qytetarët. Qytetarët janë shprehur, ne përfaqësojmë ata dhe vim. Për sa i përket menaxhimit, vjeljes së taksave. Këshilli nuk i kishte detyrim dëgjesat publike. Dëgjesat publike i kishte detyrim bashkia. Nxori dhe përdori Këshillin, sepse kështu menduan që të marrin mendimin e këshilltarëve, ne nuk e kundërshtuam, morën mendimin e këshilltarëve, sot nuk e ngritën zërin as për mendimin e këshilltarëve. Atëherë nëse ekzekutivi nuk del dhe vjen, unë zonjë kam ngritur, e nderuar gazetare, kam ngritur në të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak, të forcës që përfaqësoj, unë i përkas Partisë Demokratike, kam ngritur dhe kam thënë në mbledhjet e buxhetit që ne kemi 630 punonjës në organigramën e Bashkisë Maliq, që i bie një punonjës për 45 banorë. Keq menaxhimi për një periudhë të gjatë kohë, demotivimi, shpopullimi dhe gjërat e tjera kanë sjellë dhe ai që e shiti katandisje në këtë derexhe të Bashkisë Maliqit, ju thot njerëzve sot në zë që shkoj mande se nuk është aq keq siç duket se do kemi të mira me bashkimin me Korçën. Kush e shiti? E keni fjalën për kreun e bashkisë apo për zotin? Për kreun e bashkisë apo emisarët e tij? Do të kishte qenë ndryshe sipas jush nëse
kreu aktual i bashkisë, po themun i cili do forze, po sigurisht nuk mund ta themi këtë, duhet themi e mazhorancës, domosdoshmërisht se lidhet njëra me tjetrën. Do të kishte qenë një emër i zgjedhur rishtas, po themi tek Bashkia e Maliqit, pra ndikon edhe fakti që zoti Topçiu nuk ka më asnjë lloj interesi fare për çështjen se si do të qeveriset Maliqi nesër, edhe sepse nuk aspiron më për kryetar bashkie, ndikon edhe kjo thoni ju? Unë mendoj që interesat e veta politike në subjektin që aderon zoti Topçiu i ka të zgjidhura me marrëveshje që nuk do jenë asnjëherë publike. Po që dëmtojnë Bashkinë e Maliqit në fund, apo jo? Unë besoj që në këtë rast e dëmtojnë, po unë besoj që konsumimi tepër publik që ai ka e ka penguar në dalje për konsultim të kësaj që ja detyronte ligji.